Miratë në programin e mëngjesi, sot do të flasim për këngën dhe krimin. Është një libër i fundit i shkruar nga shkrimtari Fehmi Pireva, të cilën e kemi të ftuar në studio për të na treguar pak më shumë për përmbajtjen e këtij libri, i cili kushtohet një periudhë të rëndë për të cilën ka kaluar Kosova e në veçanti familja Jashari. Mirëmëngjesi, mirë se erdhët në studion e programit të mëngjesit. Faleminderit për ftesën. Kënaqësia ime. E keni titulluar Kënga edhe krimi. Nga frymëzimi ose çfarë paraqet më shumë titulli i këngës që përputhet me rrjedhën e cila sjelllohet në këtë libër? Kënga është një emocion, është një forcë shpirtërore që njihet ndër periudha dhe si burim frymëzimi për ta titulluar Kënga dhe krimi ka lindur prej këngës kënduar nga Hamza Jashari, komandant Hamza Jashari, i cili deri në çastet e fundit të vdekjes këndon me armë në dorë në mbrojtje të pragut të shtëpisë dhe vdes po me këngën duke kënduar për Mamdhen, dhe cila ka qenë një frymëzim shpirtëror për të gjithë ata njerëz, burra, gra dhe fëmijë që kanë qenë viktimë të masakruar gjatë luftimeve me 5, 6 dhe 7 mars në kullat e Jasharëve. Këtu ka lind, ndërsa pjesa e krimit nënkuptohet se është pjesë e një krimi të organizuar pikërisht nga shteti serb, si një operacion i bukur i ndërthurur mes policisë dhe ushtrisë, dhe në këtë drejtim ne kemi bërë përpjekje që ta ndërlidhim pjesën e këngës si shaj e çlirimit misionarëve e pararandzëve tonë që kanë vdekur jo vetëm për pragun e shtëpisë, por për pragun e atë dheut, dhe njëherët pjesa që ka të bëjë me krimin institucional të ushtruar prej pushtetit serb në atë periudhë. Kjo është pak a shumë metafora e cila e përmbledh pak a shumë domethënien dhe simbolikën e këtij romani për periudhën e Jasharëve. Po, Zoti Pireva është shkruar shumë për familjen Jashari. Asnjëherë nuk është mjaftueshëm, kuptohet. Po çfarë mund të gjejnë lexuesit nga ato përjetime të familjes Jashari në këtë libër, që nuk janë shkruar ndoshta deri më tani? Unë i kam shmongur të shkruarit ndoshta pak a shumë tradicional për familjen Jashari, kam bërë përpjekje që ta nxjerr vendimin e rëndësishëm të komandant Adem Jasharit për të qëndruar brenda pragut të shtëpisë, që ka sfiduar vdekjen dhe është një lloj i vetëmbrojtjes ose luftrave që historikisht dallon prej të gjitha përpjekjeve të pararandzëve që kanë luftuar për çlirimin e këtij vendi, se ta mbrosh pragun e shtëpisë dhe të sakrifikohesh me një numër kaq të madh të anëtarëve, siç thotë edhe Kushner, po të ekzistonte një çmim Nobel për lirinë, kjo do t'i takonte familjes Jashari padyshim. Është një përsjatje filozofike, psikologjike e trembjes së frikave nga kullat e Jasharëve dhe dashuria e madhe për lirinë deri në sakrifikimin e jetës, ashtu edhe sipas mënyrës që ata kanë zgjedhur për të vdekur për çlirimin e atë dheut. Pragu i shtëpisë e kam zbërthyer me tutjen nënkupton mbrojtje pragut të atë dheut, mbrojtje pragut të lirisë, sepse me rënien e pragut të atë dheut lirisë është cënuar edhe pragu i shtëpisë sonë, dhe në këtë drejtim është një sfidim i kësaj përpjekje për rënimin e këtij pragu të atë dheut nga pushteti serb, dhe këtu mendoj se fillon nxizja dhe misioni ynë i shtrejt për çlirimin e Kosovës, që me të vërtetë ka bërë si ngjarje jehore në krejt botën. Që sa kohë keni filluar ta shkruani këtë libër? Ky roman është punuar në mënyrë intensive, dikon rreth 7-8 muaj ditë. E keni pas mendje, po besoj shumë herë? E kam pasur në mendje një skicim paraprakisht.
kam konsultuar shumë materiale nga intervistat e atyne që trashëgimtarëve të familjes jasharit, besarta e jasharit, përjetimet e tyre në momentet ma kritike, kur ajo është si mbjetuar a kësaj masakre, refleksionet psikologjike të besartës pas vdekjes së 58 anëtarëve të familjes, një numër i madh i burrave, i grave, fëmijëve, miqve të tyre, dhe në këtë aspekt kam tërheq një paralele psikologjike dhe filozofike në këtë roman, atë dëshirën, nguljen për të qëndruar brenda pragut të shtëpisë, për të sfiduar vdekjen dhe për të bërë një ehonë se ky popull e meriton lirinë. Në një kapitull është përsjatja filozofiku së monologu i Adem Jasharit, që bën një përmbledhje historikisht të një të kaluar shekullore, pak a shumë i përmbledhën, është një mision që e shpalos motivet pararandse të shumë luftëtarëve e deri të ardha Adem Jasharit, që është një heroizëm i veçantë, një akt i veçantë heroik, për arsye se një mënyrë të tillë të mbrojtjes një pak a shumë, vetë mbrojtjes që kemi pasur edhe në periudhat pak a shumë më herët, si te Hasan Ramadani në Shajkos, pak a shumë një rezistencë, po jënë në përmasën çfarë ka qenë te familja e Jasharit, ka qenë lufta e Tahir Mejes në vitin 1981, ndërsa përmasa e heroizmit, e shkallës organizimit dhe sfidimit pushtetit serb është jashtëzakonisht, nëse mund thuhet, planetare në këtë rast me familjen Jasharit, që te kalon çdo pritje, çdo lloj heroizmi ose gatishmëri për të sakrifikuar brenda pragut të shtëpisë si një akt shumë i veçantë dhe historik, ndoshta që ja vul lirisë sonë si cilën e meritojmë dhe gëzojmë sot. Po, atëherë, zoti Pireja, pra brenda këtij libri ka ngjarje dhe rrëfime personale, me që se ju keni arrit që të kontaktoni edhe me familjar, me besartën nga familja e Jasharit. Është vërtet, unë kam zirë materiale edhe nga intervistat e besartës, se një dëshmitare që da kam bjetuar, dhe është një rast bukur, preks emocional pas mbjetesës, që të shtrirë në për dyshemet të dhomave, të i pash të gjithat antarë të familjes të vdekur, duke filluar prej prindve, vëllezërve, motrave, të afërm dhe tjerë, dhe të gjesh kurajo, forcë që të ngritesh mbi këtë tragedi dhe të bëhesh një dëshmitare, që unë e kam zirë në fund të librit, një dëshmitare për historinë, për të gjallët, që të dëshmoj se çfarë ka ndodhur, çfarë katrahure është përjetuar aty, dhe për ne ndoshta do të mbetet në kujtesë historike se liria ka çmimin jashtëzakonisht lartë, për çka duhet jemi mirënjohës në brezat e sotshëm që padyshim e gëzojmë, punojmë dhe veprojmë të lirë. Mirë, atëherë, si e trajtoni ju marrëdhënien e artit edhe dhunës që duket se është në qendër të kësaj vepre? Po, është objekt i trajtimit dhuna e pushtetit serb në një renon dhe rezistenca e një popullit të pafajshëm në përpjekje për të çliruar, një shtet ki parasysh prej strukturave të larta, presidentit, ministrit punëve të brendshme, shërbimit, atëherë të bija serbe që bëjnë përgatitje, jo të sulmohet një familje, po në përdosjet cilat kam levizur ato cilat janë publike, kam parë një gatishmëri që nuk po sulmohet një familje në prekaz, po sikur po sulmohet një shtet, gjithaj arsenal, artilleri, dhe kjo është një çudi e madhe se pushteti serb me këtë aksion ka dashur të bëjë një ndërprerje të shurje që në fillim të lindjes së UÇK-s dhe që të paralizohet aktiviteti i saj duke krijuar një tragjedi të pashembull në krejt Evropën e së botën, por UÇK-ja vetëm sa u ngrit dhe shpërthej pas vdekjes së familjes Jasharit, dhe ishte një motiv për të vdekur, sakrifikuar dhe më guximshëm për çlirimin e Kosovës. Po çfarë ndjesie don ju që të merr lexuesi momentin kur ta lexoj
këtë libër? Lexuesi i zakonshëm nuk e ka shumë të lehtë kapjen, përshjatjen filozofike të Adem Jashari si personikimi, një rrëfimi në emër të kombit, jo vetëm si rrëfim personal, kur ai përmbledh një të kaluar dhe shtron ato relacionet historike të mbijetesës. Bën një dallim mes ekzistencës këtij kombi dhe rezistencës. Shumë herë ekzistenca ka qëndruar më lart se sa rezistenca jonë si kom. Dhe ne edhe kur s'kemi qenë të organizuar për të bërë rezistencë, kemi gjetur hapësira dhe mënyrë për të mbijetuar me shumë pushtues dhe në një farë mënyrë kjo është një çudi e madhe e mbijetesës të popullit, sepse kemi popull që janë zhdukur, s'ka mundur të përballojnë presionet si popujt latin, që vetëm njihet për ta që kanë histori, po që sot ata nuk kanë arritur të mbijetojnë. Çudia më e madhe e këtij popullit dhe mrekullia më e madhe që i ndodh është mbijetesa, ekzistenca, sepse kemi qenë shumë të atakuar prej presioneve, zhveshjes ekonomike, përndjekje të vazhdueshme, goditjeve të njerëzve më meritor dhe më të ditur. Por gradualisht formësimi edhe i njësive që krijojnë një rezistencë, një qendre, ajo është gradualisht është krijuar me kohë dhe për këtë qendër të organizimit ne kemi pasur nevojë dhe kjo luftë është organizuar brenda UÇK-s si një qendër që ka mbuluar tër Kosovën, përsërimin e saj dhe kjo ka sjellur edhe organizimin e një shteti dhe institucioneve të tjera për të cilat sot i gëzojmë dhe mendoj se rezistenca e Jasharëve dhe kontributi shqiptarëve ka ndihmuar që ne të kemi sot shtet, të kemi institucione dhe të jemi në hap me kohën jo vetëm që të mbrohemi, po dhe të zhvillohemi si institucione, si shtet, si shoqëri që dikur e kemi pas të përmundur. Zoti Pirjeva, ju si krijues, si shkrimtar, çfarë mendoni se është roli i letërsisë në ditët e sotme në formimin e moralit shoqëror të rinjve? Sepse për ne të cilët e kemi përjetuar atë periudhë, kemi dëgjuar me qindra mijëra herë rrëfimin për familjen Jashari, por këto gjeneratat e reja të lindur pas luftës, sa ndikon ky libër, por edhe librat e tjerë në formimin e moralit shoqëror tek të rinjët? Sa këtu në mendoj se gjeneratat e reja tash kanë një shkputje prej periudhave të cilat ne i kemi takuar dikur. Mendoj se institucionet shtetërore duhet i dhonë hapësinë më shumë, jo vetëm librit tim, po dhe shumë librave dhe të fushave tjera, që ne të kemi kujtesë për të kaluarën se ku kemi qenë dikur, ku jemi sot dhe nga po shkojmë. Mendoj se popujt që harrojnë shpejt kaluamën nuk do ta kenë edhe të ardhmen shumë të mirë. Ne megjithatë nuk jemi popull hakmarrës që duhet njëkohësisht veprojmë ashtu si janë sjell popujt tjerë ose për rreth kundër nesh, por ne spaku duhet ta kemi në kujtesë se ku kemi qenë dhe me të vërtetë sa kemi paguar faturën e lirisë dhe ndërtimit të shtetit sa shtrajt. Në këtë drejtim gjeneratat e reja kanë për mision ta ndërtojnë shtetin, të japin kuptim lirisë që ata sot e gëzojnë dhe duhet ketë një çmim ose vlerësim i krejt këtij brumi, jo vetëm i letërsisë, por edhe nga të gjitha fushave i produktet që na dalin, që janë në një farë mënyrë shenja ikonike të një të kaluar që na shërbejnë si një rrugtim në të ardhmen. Ku mund ta gjejnë lexuesit këtë libër? Në librarinë Dugazini, Artini, Buzuku, përpjekje jam duke bërë ta shpërndaj një promovim, po përpiqem ta bëj me 28 nëntor me rastin e ditëlindjes së komandantit Adem Jashari. Një promovim veç e bënëm ne këtu, po një pak më kështu më zyrtar. Do ta kemi një promovim për të quar pak zërin e letërsisë aq sa është e mundshme për të dhënë mesazhin e saj, aq sa është e mundshme përmes letërsisë dhe këtij romani. Mirë, atëherë
ndoshta është herët më të pyet se juve sa keni përfunduar këtë libër, po keni diçka tjetër që keni në duar edhe që mund të jetë gati shumë shpejt për lexuesit? Po, jam duke skicuar një roman që nuk po e shpalos krejtësisht, që ka të bëj paka shumë me gjendjen paka shumë të pas luftës, ndryshimet, tranzicionin e kësaj shoqënie, përshtatjen me rrethonat e reja, sfidat, që do t'i përmbledh në një roman që paka shumë le të jetë një shenjë se kjo shoqëri duhet që në shkputje prej mentaliteteve paraprake që paka shumë kemi mbetë rob i disa fenomeneve të kaluara që nuk na bujnë derë dhe duhet jemi si shoqëri ma kreative, sepse popujt tjerë kanë lëvizur shumë larg dhe ne duhet ta ndjekim atë trend me të gjitha forcat e energjitë dhe unë kam piketuar disa defekte të kësaj shoqërie që do të mendoj t'i shpalos përmes letërsisë dhe personazheve të atij romani tashëm. Mirë, atëherë po e presim suksese me romanin Faleminderit. Kënga dhe krimi, të cilin lexuesit mund ta gjejnë në të gjitha libraritë kryesore të vendit. Faleminderit dhe suksese. Faleminderit a juve, kënaqësia ime.